Lëvizja vetëvendosje e qendrën e Zhakov sot bëri homazh nderimi për dëshmorët e fshatrave Popoc dhe Ponoshec. Përfaqësues të kësaj partie vendosën kurora me lule pranë lapidarit duke shprehur respektin dhe mirënjohjen për sakrificën e atyre që dhanë jetën për lirinë e vendit. Ne kujtojmë dëshmorët e Popocit dhe Ponoshecit, jo vetëm i kujtojmë, po i nderojmë, sepse ata janë faneri jonë për lirinë që kemi, janë edhe faneri jonë për punën e përditshme, sepse puna jonë që e bëjmë për ditë është amaneti i tyre, gjaku i tyre dhe ne duhet ta nderojmë për të ardhmen e fëmijëve tanë dhe brezave që do të vinë. Lavdiu qoftë dëshmorëve gjaku. Mes lotësh dhe emocionesh, të byrin e kujtoi edhe nëna Hidajete Dula. Sot është dita për vjetorit e lavdiu që dëshmorëve tonë ra për këtë vend. Si e kujtoni ditën e sotme? Vallahi ball mërsitun. Qari më ka ra dhe njëri kujsive. Me meti morati edhe tjerë. Mu më kanë zemra për tonë. Me 3 dhe 12 maj të vitit 1999 u vranë 14 dëshmorë dhe martir të fshatit Ponoshec dhe 2 dëshmorë të fshatit Popoc.